5 diga, sepse ja po e marr si shembull këtë pjatë vogël të kafës, të filxhanit kafës. Kosova është pak a shumë për nga relievi si kjo në kuptimin që lumejt burojnë në Kosovë dhe përfundojnë larg në 3 detra. Në detin Adriatik, në detin Egje dhe në detin e Zi. Ne duhet të akumulojmë ujin, të krijojmë liçene artificiale, rezervuar të ujit, për industri, për bujqësi edhe për amvestri. Sidomos rrafshi i Kosovës ka mungesë të ujit. Andaj 5 diga të ndërtojmë, digën e Kuqisës në Skënderaj, të Pollatës në Lap, në Desivojc të Kamenicës, në Dragaqin të Suarekës edhe në Firaj të Shtrëpcës. Pra, mandat i digave. Edhe 4 studime të tjera të fizibilitetit do t'i bëjmë pashtu. Tjetra është që t'jetë mandat i 20 stadiumeve të ndërtuara së të renovuara, sepse në verën e vitit 2030, për lojrat mesdhetare, duhet t'i presim afër 3.000 sportist dhe afër 5.000 sportist dhe rreth 30.000 turistë huaj. Duam të jetë mandat i gasifikimit të linjitit edhe i sektorit minerar. Spari 50 milion euro me e bë një radiografi të gjeologjisë sonë sa i përket pasurive në toksore, të shohim plumb, zink, or, argjent, ka indikacione edhe për metalet rralla si indium, germanium e gallium në veri të Kosovës, 50 milion euro për ta parë sa jemi të pasur dhe ku jemi të pasur, dhe mandat gjithashtu i byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sepse nuk mjafton të arrisësh ekonominë e ta shpërndash mirëqenjen, duhet edhe drejtësi e cila i shëron plagët e korrupsionit nga e kaluara. Do ndalem tek një fjali, sepse veç e veç do t'i shoshisim këto tema me Matoshin edhe me Ramën bashkë me juve. Zoti Kurti thatë, kur e keni një fshi të keq, pushkën duhet ta mbajmë plot. A ishte ky një lloj paralajmërimi për fshinjen problematik verior që po e lufton